Ferma VIP 3 nisi si pari më datën 27 mars, se si pa kujtuar për shkojmë drejt finales. Unë e di kur është finalja, dëgjoni, citoni kur ta merrni, do t'jetë në datën 15 qershor. Sigurisht që ka qenë një fermë që ka zgjuar interes në krahasim me 2 edicionet e shkuara, ka krijuar fenomeni Mimoza Meti e sigurisht që të gjithë kontributet i shkojnë asajt, për edhe fermerëve të tjerë që në copëza, në pjesë, në mënyra dhe në variante të ndryshme ka dhënë kontributin duke bërë puzzle-in që padyshim pjesën më të madhe e ka Mimoza Meti. E duke qenë tek data, pra finalja e madhe do të jetë në datën 15 qershor, dhe pikpyetje do të jenë se kush do të jenë fermerët që do të shkojnë pjesë e finales. E duke qenë që është një garë që është e bazuar fillimisht tek sfidat, disa prej fermerëve kanë treguar që janë të zotot dhe i fitojnë sfidat me çdo mund, me çdo forcë që ata kanë treguar, por edhe me një inat që nuk i lë. Prandaj do të them se kush është në atë që unë kam komentuar, në atë që kam analizuar, në atë që kam parë, në atë që është përfolur se kush do të jetë top 5, pra 5 banorët, 5 fermerët që do të prekin finalen. Sigurisht që gjithçka mund të ndryshojë, përsa ka unë shpreha që është sfida jo e parë që përcakton fermerin, më pas është në dorën e publikut, si pasojë e televotimit që gjithmonë është në dorën e publikut, ai që zgjedh kush largohet nga ferma, kush do ta fitojë, e duke qenë tek fituesja, ajo është padyshim Mimoza Meti që në 24 orëshin e parë në fermë, ajo i dha indicjet, e bëri publikun që të dashurohet me të, me fenomeni që e solli, me energjin, me edukatën, me kultivimin e një lloj narrative që nuk i kishin parë në spektakle, në formate të ngjashme, prandaj dhe u ngjiz aq shumë mirë tek publiku, pasi tregoi një element tepër të veçantë e që jo të gjithë e kanë avantazhin dhe jo të gjithë e njohin veten dhe jo të gjithë janë të mençur për të shkuar tek audienca e madhe. Përdori shpirtin e pastur, shpirtin e lirë, një shpirt që bënte aventura, një shpirt që ende mbush rrjetet sociale me meme, me veprime gazmore, me një qasje pozitive, dhe kur e kanë shtypur edhe kur e kanë goditur, edhe kur i kanë rënë më qaf, gjithmonë ka parë një anë tjetër për të falur, për ta pranuar në mesin e saj, ka ditur të ndërtoj ura komunikimi që është një nga mesazhet më të bukura që Mimoza Meti ka dhënë përpos gjithçkaje nga vetja, anët pozitive që e ka dhënë formatit Ferma VIP, e ka shkuar tek çdo audiencë, tek shqiptarët e diasporës që sikur më parë janë afeksionuar me Fermën VIP. Prandaj Moza nuk e diskutoj fare që do të jetë në top 5, që do të jetë në finale dhe fituese e jashtëzakonshme, pasi të gjithë 99% mbiem dakord me këtë fakt. Nga ana tjetër, pjesë e finales shikoj padyshim dhe në atë që unë kam komentuar, dhe në atë që unë kam parë, dhe në atë që unë shikoj që i ka dhënë elementet të gjithçkaje të asajt që ajo është, padyshim Sara Karaj, me gjitha gabimet, me gjitha të mirat që ka bërë, sigurisht që ka marrë mbi supe një peshë që jo të gjithë kanë guximin për të bërë antagonista e një personazhi tjetër si Moza, pra që të kishte një lloj rivaliteti, që të tregonte veten, e ka treguar në shumë sfida që është e zonja. Fillimisht ka pasur një sfidë jo të lehtë me Akilin, ku u godit, edhe më pas ky fundit u largua nga ferma. Ajo tregoi një qëndrueshmëri, një qëndres, edhe pse është bërë, le të themi, fermerja më e komentuar në rrjet, që e kanë gjykuar, nuk e kanë dashur. Edhe unë shpeshherë kam bërë postime që nuk kanë qenë, le të themi, dashamirëse, duke kritikuar qasjen e saj, e cila për hir të së vërtetës, edhe pse është në një moshë ku duhet të jepte një tjetër qasje, ka dhënë qasjen më shumë të një personi që shkon tek një vijë diktatoriale, edhe pse në komente i kanë vënë një lloj epiteti si shoqja Nexhi, pra si Endjera Nexhmie Hoxha, pra e ka treguar këtë arrogancën, e ka treguar këtë forcën për të mbivendosur tek të tjerë, por nga ana tjetër
ka dhënë edhe një qasje që nuk është parë shumë në sytë e publikut dhe që nuk është duar trokitur, që ka të bëjë me angazhimin e saj në fermë si fermere, që nga punët e shtëpisë, që ka mbajtur në një rregull dhe është e vështirë të mbash një rregull me shumë personazhe të ndryshëm që kanë karaktere, kanë ato inate, kanë tekat e tyre dhe ja ka dalë që të mbarvaj një fermë të pastër, përgatisi ushqim të mirë, të jetë e përkushtuar në sfida me një inat, me një zell, edhe pse forca ndoshta fizike nuk ka qenë edhe në ujin e saj, sigurisht nuk është dorëzuar edhe në sfidën e debadueshme që kishte edhe me Bujakën dhe me Blerinën, që padyshim kishte edhe një lloj tendence për të pasur një lloj ane jo shumë të drejt për drejt, por sidoqoftë e ka treguar në shumë forma që ka qenë këmbgulse, ka marrë riskun që nuk e merr askush, siç e u shpreha unë, që të bëhet antagonist, që të sjellë një tjetër qasje, ndoshta jo në atë që është 100% jashtë fermës, pra që të jetë një Sara ndryshe. E kemi parë ndër vite me ato videot në YouTube që ishte më pranë audiencës, por ky rol edhe le të themi kjo qasje e saj sigurisht me disa norma dhe me disa karaktere që ajo i tregoi në fermë, që ishte këmbgulse, që ndoshta ishte edhe paragjykuese në disa anë, por sidoqoftë e ka rrezikuar veten aq shumë dhe unë padyshim që shikoj pjesë e finales, se ka luftuar, ka punuar, ka bërë mund, ka pranuar edhe në kurrizin e saj ofendime, cënime, denigrime, nuk e ka pasur një fermë të lehtë, me thënë të vërtetës, prandaj e shikoj edhe në finale. Sidoqoftë, po e shikoj që kohët e fundit e ka zbutur atë tempin, është më pranë Mozës që dikur e kishte si një lloj armike rivale, pra i ka ulur dhe po gjen mënyra dhe forma ndoshta komunikimi për të risjell, edhe pse jemi drejt fundit, ka gati një muaj kohë për të sjellë një Sara pak më ndryshe në atë që është parë në këto 2 muajt e parë, edhe pse koha e ecën, sfidat janë të shumta, por sidoqoftë pjesë finale se shikoj në mënyrë të padiskutueshme. Nga ana tjetër, një element që është në finale për gjithë përkushtimin, për atë djalin energjik, për djalin që ka fituar çdo sfidë, që ka qenë aty me një lloj energjie, me një lloj egoje për të fituar, për të mos dorëzuar, edhe pse ka pasur disa momente që nuk janë dukur fair në atë që publiku thërret, vërtet voton, pra që është shpallur i pa preferuar si herën e shkuar Bujaka, por që fiton sfidat. E kur fiton sfidat, nuk i e rrezikuar për të dalë në televotim me 1 apo me 2 fermerë të tjerë përballë. Prandaj e gjithë energjia e një djali që ka ditur të jetë falës, që ka ditur të krijojë marrëdhënie të mira, qoftë me Mozën, edhe pse Moza e ka paksa tendencën për të marrë atë energjinë e mirë tek të tjerët dhe për ta rrotulluar rreth vetes, ka ditur t'i dalë përballë të gjithëve, kur edhe kanë nominuar, siç u shpreh aso kohë, 8 vota kundër tij, kundër Bujakës, por energjia e një personazhi si ai në një reality show si Ferma, që është e madhe, por ka ditur të shkojë tek masa, ka ditur të marrë vëmendjen, të rrëmbejë të gjithë mbështetjen e një djali, e një prindi, e një babai, një bashkëshorti që është prekur edhe te kjo e fundit, është prekur në familje, por ka ditur të jetë falës, siç u shpreh, ka ditur të jap energjinë e mirë, vibe-in e mirë, se në fund të ditës, sado që komentojmë, diskutojmë, analizojmë, ajo që mbetet në fund është një lloj energjie e përgjithshme që jep secili fermer. E sigurisht që DJ Bujaka ka dhënë gjithçka të jenë më të mirë, edhe kur ka pasur gabime, por në një analizë të përgjithshme mbetet një nga banorët e mi të preferuar, e sigurisht të audiencës, për sa kohë që ndron në fermë me votat e publikut, dhe është padyshim një finalist drejt rrugës për të qenë i merituar dhe për të bërë pjesë e finales Moza, Sara, Bujaka dhe Soni Malaj, edhe pse nuk ka qenë shumë e përfshirë në aleanca apo në debate apo në diskutime të zjarta, ka ditur si një personazh i vjetër në showbiz të jap materiale për showbizin, që nga pikpyetja marrëdhënies së saj me Jonida Maliqin, që nga le të themi një lloj pikpyetje se çfarë e ka bërë këtë dyshe që tu shikonte që në fillim në fermë një lloj syri që midis dy vajzave do të ketë një sherr të madh, gjë që nuk u bë pasi Jonida u tërhoq nga gara dhe iku, por edhe rrëfimet e saj ka ndarë shumë nga jeta e saj, si në raport personale, por edhe në raport me ato që
edhe publiku i di, lidhjet sentimentale, ajo me Florin që ka marrë një vëmendje sërish dhe ka zgjuar një tjetër lloj kureshtje ku ajo foli me një lloj nostalgjie dhe me një lloj respekti, por nga ana tjetër edhe tek pjesët e fermës e ka zhveshur atë petkun e një dive në skenë, e një gruaje që për hir të së vërtetës është shfaqur pa shumë dorashka, edhe pse në rrjet është gjykuar shumë dhe unë e kam thënë që ka ditur të mbaj veten, ka ditur të pozicionohet dhe të mos e lëshoj veten në kufi që ndoshta mund t'i bëj dëm karrierës së saj, pasi është futur në fermë për të përfituar dhe për të pasur një sukses në asaj punën që ajo bën si artiste në skenë, edhe pse shpesh në rrjet është komentuar dhe është vënë, le të themi, në atë vizën që është një personazh që nuk i ka mendimet e plota të qarta apo që nuk ka një mendim të shëndetshëm, por sidoqoftë mbetet një nga emrat, le të themi, shumë të bujshëm që ka qenë pjesë e këtij edicioni. Pa diskutim unë shikoj pjesë e finales Soni Malaj, nuk e di nëse do të ketë një sfidë që mund ta pengoj apo do të jetë përballë ndonjë nominimi të fortë, atëherë po mund të rrezikoj, por në këto ujëra që është e shikoj edhe në finale. Edhe personazhin e tretë që ndoshta e shikoj me pikë pyetje, jam midis dy personazheve, midis Ilir Shaqirit dhe Vis Pupaj, edhe pse një aktor humori ka treguar në këtë fermë që më shumë ka qenë një lloj avokati duke ruajtur bilanca, duke mos bërë shumë lufta të tija dhe duke e shijuar më shumë pjesën e fermës se sa pjesën e dinamikës së lojës. Ai që ka qenë më shumë dinamik në lojë, sigurisht që ka qenë Iliri me ato dredhit që ka bërë duke mbledh rreth vetes keca të ri që i tërboi e që dolën nga shtëpia pasi nxorrën një mllef, nxorrën një lojë të keqe. Këtu e kam fjalën për ata që ikën e që nuk vlen për t'i përmendur, por sidoqoftë në ndikimin e Ilirit doli Ola dhe Adioni, por jo më pak edhe Gresa. Pak a shumë këto janë personazhet që unë shikoj që janë drejt një finaleje, që janë drejt top 5 në mënyra të ndryshme dhe në karaktere edhe në qasje i ka dhënë fermës nga energjia, nga puna, nga jeta e tyre aty brenda, që sigurisht ma gjepse më e madhe është Moza, për duke mos u përqendruar vetëm tek ajo, mos i hëngër hakun dhe të tjerëve që kanë punuar, kanë luftuar dhe kanë ditur që të tregojnë veten në format që kanë dashur, në ato që ato kanë parë më të mirë për t'ia dhënë publiku. Sigurisht edhe publiku do t'i gjykojë dhe do t'i jap me votë ku do të jetë momenti për të përcaktuar se kush do të jenë finalistët, që edhe në edicionin e shkuar ka qenë 5, edhe në të pari kanë qenë 5, besoj që edhe këtë vit do të jenë 5 finalist. Nuk kam informacionin nëse do të kemi ndonjë surprizë, siç u shpreha, informacionin ekskluziv që kisha e ndava me ju, finalja me 15 qershor. Do doja të dija komentin dhe mendimin tuaj se kë shikoni më shumë drejt finales, se fituesi është pa diskutim Mimoza Ahmeti, duke mos harruar edhe t'i bëni subscribe kanalit ton Koajon në Facebook.